Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mirat që na i ka dhënë. Elusim Allahun na bën nga robërit e tij falëndërues, mirënjohës ndaj tij dhe adhurues. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lëzët nëruar, po takomi edhe sot me lejnë Allah Gjallahu Ala duke kërkuar suksesin dhe ndihmën për ti në ligjëratat tona në ciklin e një tërësie ligjëratas që jemi duke folë për emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Kemi folë në takimet e kaluara për emrat e ndryshëm të Allah Gjallahu Ala përmes të cilëve jemi njoftuar më përsa afërmi me Zotin e Gjithësisë. Dhe duke u njoftuar me Allahu xhallahu ala, njihemi edhe me mirësitë e Allahu xhalla xhelaluhu, me begatitë e tij, me mëshirën e tij që ai vazhdimisht e derë mbi ne. Kemi bërë një pushim për disa shkaqe të caktuar dhe tash vazhdojmë me një emër të ri të radhës. Ky emër që do të flasim sot për të nuk spaku kështu mendoj, nuk është për emërve shumë të njohur që na bie shpesh që ti lexojmë apo ta përmendim Allahun xhalla xhelaluhu apo që ta kemi ndëgjuar më herët. Por është emri Allahu xhallahu ala që është përmendur në Kur'an dhe ky emër na shfaq qartë dhe dukshëm mirësinë e Allahu xhallahu ala ndaj robëve të tij. Fjalët për emrin Allahut El-Barr, i cili përmban në vetën e tij kuptime që do të flasim për to inshallah me lenin Allah xhallahu ala në kuadër të kësaj ligjërate. Para se të kaloj tek kuptimi i emrit në raport me Allahun xhallahu ala, sikur që është e njohur dhe zakonshme, flasim për kuptime gjuhësore të këtij emri, të cilat na ndihmojnë dhe shërben si parathënie e rëndësishme për të futur pastaj në njohjen e kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Në gjuhën arabe ka disa shprehje të cilat do të thotë mund të quhen shprehje tridimensionale, apo e kanë një ndërtim, por i kanë tri kahje kuptimesh, e që pastaj takuan të gjitha një kuptim përfundimtar të përbashkët. Prandaj kjo fjalë ber në gjuhën arabe vije edhe si burr, vije edhe si bir. Don të trija këto e kanë nga një kuptim në vete, por që emëruesi i përbashkët i të gjitha këtyre kuptimeve është një përfundim, rezultat që do ta përmendim më vonë inshallah. Në gjuhën arabe el-barr i thuhet hapësirës së gjerë, e cila në shikimin e parë të njeriu duket se nuk ka fund. Andaj ti kur je në një tokë të hapur që nuk ka ndërtim, është e gjerë, të duket se sa më tepër shikon, sa shkon dhe shtohet ajo. Sa shkon edhe zgjerohet ajo. Prandaj të duket se është në zgjerim të vazhdueshëm, jo në kufizim, për shkak të gjerësisë dhe shtirjes së madhe që e ka. Gjithashtu el-barr është vepruesi i fjalës bir. E çka është bir? Bir është bamirësi e vazhdueshme, e pashkputur e ngjyrave dhe llojeve të lloj-llojshme. Prandaj bir është veprimi, ndërsa el-barr në gjuhën arabe është vepruesi, ai që e kryen veprimin e mirësisë në dimensione të ndryshme. Dhe el-burr me u me dhamme në gjuhën arabe është el-burr në gjuhën arabe është kokra e grurit, që është simbol i jetës, simbol i bereqetit, i begatisë, i ushqimit e kështu me radhë. Prandaj të gjitha këto forma, sa të ka ardhur kjo shprehje, thash, një emërues i përbashkët këtyre është gjallëria, begatia, mirësia ndaj njerëzve në përgjithësi. Prandaj edhe kokra e grurit duket e vogël që është, mirë po është me përdorim shumë funksional. Prej saj bëhet buka, prej saj bëhen shumë gjëra që njerëzit përfitojnë prej tyre ato. Prandaj në kuadër të kësaj edhe mund të konkludojmë se ku do të na shpije të folurit për emrin Allah xhallahu ala el-barr. Emri Allahut el-barr është përmend do të thotë një herë në Kur'an dhe këtë në surën Tur, në ajetin 28,
ku Allahu xhallahu ala flet për disa falënderime të banorëve të xhenetit posa dhe pasi janë futur në xhenet. Ata pasi që janë futur në xhenet kujtojnë disa nga mirësitë që Allahu ka dhënë. Dhe nga këto mirësi që Allahu ka dhënë thotë wa waqana adhab as-samum. Allahu xhallahu ala është ai i cili na mbrojti dhe na ruajti nga dënimi i dhimbshëm në xhenem. Apo e pastaj përmendin disa prej shkaqeve që në bazë të tyre janë ndihmuar që Allahu xhallahu ala t'i shpëton, andaj kanë thënë inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ne ishim ata të cilët kjo është në xhenet. Ata janë futur në xhenet dhe tashmë kujtojnë ditët e adhurimit të Allahu xhallahu ala në dunja. Kujtojnë ditët e mirësisë së Allahu xhallahu ala dhe tyre në këtë botë, kujtojnë se si e përmendin Allahun, si e kujtojnë atë, si e lutin atë e kështu me radhë dhe thonë inna kunna min qablu nad'uhu. Ne këto begati që jemi, ne këto mirësi që jemi, Allahu na shpiu këto, na solli këto, nga se ne më herët ishim nga ata që e lutnim atë, e thirrnim atë, e adhuronim atë, dhe Allahu xhallahu ala innahu huwal barrur rahim. Mirë pa dyshim se duaja, lutja, adhurimi on që ne ja bënim Allahu xhallahu ala, e që si shkak është konsideru i mjaftueshëm për të futur në xhenet, pa dyshim se nuk është shkaku kryesor dhe vendimtar, por ajo që na ka bërë që timi këto është ajo se Allahu është barr edhe është ar-rahim. Ana innahu huwal barrur rahim. Ajo është el-barr. El-barr do të thotë në kuptimet e mëdha gjuhësore është ai i cili bamirësia e tij është e vazhdueshme. Para se të kaloj tek disa kuptime të rëndësishme që ka ky emër në raport me Allahun xhallahu ala, dua t'ju kujtoj një gjë më rëndësishme dhe ndëruar që ka të bëjë me temën që po flasim. Nganjëherë vreni se disa emra të Allahu xhallahu xhelaluhu kanë ngjashmëri mes vete. Për shembull, ajo që ka të bëjë me këtë emër, bamirësi. Ne kemi marrë atje edhe te El-Kerim, ai që është bujar, pastaj emri Allahut El-Muhsin, ai që është bamir. Ka disa emra të Allahu xhallahu ala që aludojnë në bamirësinë e tij. Këto emra nuk janë përsëritje, por secili emër e plotson tjetrin e para dhe e dyta, Allahu xhallahu xhelalu për treguar gjersinë e bamirësisë së tij, për treguar madhësinë e bujarisë së tij, do të ka disa emra që aludojnë këtë vepër të madhe të Allahu xhallahu xhelalu. Andaj për të bind dhe për të regjistruar kokën e njeriut se Allahu xhallahu ala nuk është tjetër pas bamirës. Andaj për këtë ka disa emra që e forcojnë dhe e ngulitin dhe e rënjosin këtë kuptim në zemrën dhe mendin e çdo besimtari. Prandaj kur ndëgjojmë për shembull emrat të Allahu xhallahu ala që në një aspekt aludojnë në ndonjë emër që e kemi marrë më herët, apo na duket se kanë ngjashmëri në disa prej kuptimeve të përbashkëta që i kanë, atëherë kjo nuk kupton përsëritje absolutisht. Nga se Allahu xhallahu ala nuk e emërton emrin e tij, vetën e tij 2 herë apo 3 herë me një emër larg asaj. Mirë, po çdo emri i tij, edhe pse mund të jetë i përbashkët me ndonjë emër në disa kuptime, ai domosdoshmërisht vazhdon udhëtimin e tij me kuptime të caktuara që nuk i ka me emrin që sikur që përmenda mund të jetë i përbashkët në kuptime të tjera të caktuara. Prandaj sa më tepër ka emrin Allahu xhallahu ala që aludon në bamirësinë e tij, ne më tepër na shtohet bindja në atë se Allahu xhallahu ala vazhdimisht bën mirë. Edhe pse mjafton një emër për kësaj, mirë po, përsëritja për njeriu ka një domethënë të posaçme. Sikurse edhe në Kur'an Allahu xhallahu ala në sa vende ka përmend premtimin e tij për xhenet. Mjafton një herë më na premtu. A mjafton një herë Allahu xhallahu ala për surën Bakara në fillim më na premtu wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Ti përgëzoj ata të cilët kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, se atyre ata kanë xhenet. Është mjaftueshme kaq? Mjaftueshme është. Një herë me të premtu, njeriu me të premtu që është besnik një herë, për ty është mjaftueshme. Ti nëse shkon te dikush me punu, apo dhe ai thotë kryma këtë punë, edhe pas ata përfundon këtë punë, e ke këtë problem ose e ke këtë kompenzim, me thonë më drejt. Dhe mirë një vesh, ai të ka përmendur se ta paguën, ti ke përmendur se ja kryen punën dhe kaq, nuk duhet të marrë çdo orë, me bu kontratë marrëveshje 3 apo çdo ditë. Vazhdo të sunë pa ta do. Krye punë, një herë marr vesh, vazhdojnë kur vjen koha, po përfundu puna dhe me marr kompenzimin, zbatohet premtimi atë. Mirë, po Allahu xhallahu ka përsërit vazhdimisht për shkak se
do të thotë njeriu në vazhdimsi goditet me vezvese të ndryshme të shejtanit, goditet me cytje dhe sulme të vazhdueshme të nefsit, të cilat mund ta zbejnë këtë konfirmim që e ka ditë më herët. Prandaj fuqizon Allahu xhallahu ala me përsëritje të vazhdueshme, që njeriu të jetë vazhdimisht aktiv, i freskët në këtë drejtim. Gjithmonë ta ketë të qartë, gjithmonë ta ketë të kulluar, të pastër para vetes së tij, se Allahu xhallahu ala është bamirësi, se Allahu xhallahu ala është i mëshirshëm, se Allahu xhallahu ala është kështu me radhë, për emrave të bukur të Allahu xhallahu ala, të cilat thash në një formë mund të duken si të përsëritura, por ato e kanë secila kuptimin e vet individual që dallon nga emri tjetër. Prandaj emri Allahut el-Barr që thash me një aspekt aludon në emra që kanë bëjmë me bëmirësinë e Allahut xhallahu ala, por dallon nga emri Allahut el-Kerim, apo nga se el-Kerim është bujar, mirë po el-Barr është një aludim në një bëmirësi aq të zgjeruar, saqë sa më tepër ti shikon për bën një begatie, aq më tepër duket se është e madhe atë. Prandaj mund të duket një vend në pamje të parë më i ngushtë, sa më shumë thellosh, e sheh se ka më e madhe, më e gjerë, më e thellë siç ta ka marrë mend aty apo. Prandaj edhe bujaria e Allahu xhallahu ala dhe mirësia e Allahu xhallahu ala për neve, sa më tepër ne meditojmë rreth saj, na bëhet të qartë se edhe këtu Allahu na pas ka bëu mirë. Edhe këtu na pas ka bëu mirë. Nuk që ka vetë mirësia ti këtu është trirë, po që ka edhe këtu është trirë. Unë kam menduar se mirësia e Allahu xhallahu ala në këtë aspekt është me këto dimensione, kjo që ka pa kufi, që ka më e madhe. Prandaj emri i Allahut el-Barr është ai i cili në vazhdimsi të hap horizonte të gjëra të mirësisë së Allahu xhallahu ala ndaj teje apo. Kjo është një kuptim i përgjithshëm i emrit të Allahu xhallahu ala el-Barr, edhe pse dietarët tash kanë përmend, do të thotë kuptime të ndryshme që unë do t'i përmend disa prej tyre. Për shembull, një nga këta dietarët thotë se emri Allahu xhallahu ala el-Barr nën kupton, do të thotë se Allahu xhallahu ala në vazhdimsi i bën mirë krijesave të tij, duke u përmirësuar gjendjen e tyre që ata të jenë të gatshëm ta pranojnë këtë begati. Kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit të el-Barr, apo për ta kuptuar thellësinë e bëmirësisë së Allahu xhallahu ala ndaj teje. Prandaj ka mundësi dikush me të bëu mirë. Për shembull, dikush i jep 1000 euro ndihmë, a të bën ndihmë, a të bën mirë, po. Mirë, po nëse ti je i smur, s'ke mundësi me i përdor, apo a është e mangët bamirësia në raport me aq të ka pa është e plus, me shosh nuk mundet, po në raport me shfrytëzim të begatisë është e mangët apo. Nëse emri Allahu el-Barr na më kupton se Allahu xhallahu na jep begati dhe na jep përgatitje për të rrezuar këtë begati. Dhe asnjëherë begatia që vjen nga Allahu xhallahu ala, nëse e pranojmë sikur se duhet, nuk mund që të kalon pa u shfrytzuar si duhet. Madje edhe në situata ku ne na duket se nuk po mundem me shfrytzuar apo. Pa që Allahu xhallahu ta ka thënë një begati dhe të ka thënë diçka që të privon nga shfrytëzimi kësaj begatie, dhe ti të bën sabër, atëherë kjo begati shndërrohet në një deponim tëndin të një shfrytëzimi më të gjerë dhe më të madh në xhenet inshallah. Dhe nuk u përsëri kjo begati. Prandaj ai është i cili i begaton krijesat e tij dhe u përmirëson gjendjen që ata të jenë të aftë, të mundshëm që ta shfrytëzojnë begatinë e Allahu xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu do të thotë ka nga dietar që kësaj që ja kanë shtuar një kuptim të tretë, që do ai që u bën mirë krijesat e tij i përgatit që ata të jenë të aftë për ta shfrytzuar begati dhe gjithë këtë e bën me një lloj, sikur se themi ne, me një lloj dashurie dhe me një lloj ndjenje të mirësisë, jo në kuptim të asaj që po e kryen obligim ndaj dikujt. Prandaj, dallon për shembull, dallon rëndësisht sikurse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ato dy lloje të grabe që vajtojnë. Ju dini se përpara po në vende të caktuara kanë mbet ato që vajtojnë me parë. Diku ti dhimbse diku shumë, edhe mendon se nuk janë të vajtu mirë. E paguajnë dikon posaçëm vajtoje, apo që ti kallzojmë këtë botës neve sona u ka dhimbë kjo. Ajo vajton, mirë po vajtimi është aktrim. Apo andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dallon vajtoria e paguar nga ajo që është e sprovuar. Aja që i ka dek dikush, aja vajton për një me. Andaj dëllon dikush i cili të përgdhel, të uran, të bën mirë nga dashuria që e ka ndaj teje, që shpirtnisht e ndi se të ka të afërt, edhe dikush që e bën këtë, po me buzëqeshje,
Po me mirësi, mirë po nga këndi se ka obligim dhe përfiton nga kjo. Dallon kjo. Andaj Allahu xhallahu xhelal kur na bën mirë dhe na përgatit për të rrezuar gatin, gjithashtu kjo bën nga aspekti se Allahu xhallahu i don krijesat e tij, e jo pse e ka obligim detyrë të bën këtë të mirë apo. Gjithashtu prej kuptimeve të emrit të Allahut el-Bir ose el-Bar, se bir është veprimi, ndërsa el-Bar është vepruesi i këtij veprimi. El-Bar është ai i cili do të thotë i shpërblen robët e tij, mirë po ky shpërblim është me shumë fishime. Në sikur që e cika dhe më herët. Allahu xhalla xhelaluhu i bën mi krijesave atë kur i paguën për shpërblimin që ata e bëjnë, për punën që e bëjnë. Edhe pse begati që ne i konsumojmë, a mund të konsiderohen një lloj shpagimi për ndonjë adhurim eventual që bëjmë te Allahu xhallahu ala? Mund të konsiderohet, dhe kjo mund të jetë një lloj harxhimi i punës që ti e ke bërë. Ti më adhuron mua, që unë të jap shëndet. A është kjo e mjaftueshme? Madje është tepër. Dhe kjo është bujari. Kjo është bujari. Ti po bën mirë, po adhuron Allahun xhallahu ala, po largohesh nga rami, po të japi shëndet, po të japi fëmijë, po të japi oksigjen, po të japi ujë, apo edhe veç me kaq me u kusurit sikur sot populli, me u barazu me Allahun xhallahu ala, ne do dalim mangësi nëse Allah do të jetë bujari më i madh apo. Vetëm kaq. Mirë po, aja ka shtu edhe një emën tjetër, apo, i cili vazhdon më tutje me përgëzimin tonë me shpërblime. Andaj emri Allahut el-Bar nënkupton se nuk përfundon këto shpërblime, por sa duket ty se po të shpërblen, ai endër i zgjeruar në një furrë në mejdan që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Shpërblimi i Allahu xhallahu ala ndaj punëve tuaja të mira nuk përfundon me mirësi që Allah po t'jap këtë botë. Mirë po ai shtrihet në dimension aq të gjerë që ti s'ki mundësi me pa deri në atë mas sa që arrin të jetë një imagjinat që nuk mund asnjëherë të duket realisht çfarë është ajo. Andaj mala aynun ra'at bëhet një shpërblim aq i madh sa që asë shpërblimi të bukur dhe të madh nuk ka pasur në kurrë. Madje as nuk ka dëgjuar për të veshë asnjëherë, madje as nuk mund ta përfshin imagjinata. Sot është vetë imagjinata e njeriu e gjerë, e pakufishme. Ka njeriu imagjinon gjëra të thotë as si ka pa kurr, as ka ndryshur për të kurr, por imagjinat është. Do sa shpëlimin e madh aty që është el-Bar, për punë të mira tuaja që i ke bërë, nuk mund ta imagjinosh sa e gjerë është atë. Andaj ky zgjerim i këtij shpëlimi, që as imagjinata nuk mund ta përthekon, vjen nga emri Allahu xhallahu el-Bar. Dhe kjo është për ata që bëjnë mirë. Dhe gjithashtu edhe el-Bar në kuptim apo në raport me Allahun xhallahu xhelalu përfshihet edhe ai që ka bëu keq. Prandaj ai që ka bëu keq nuk ja merr mendja se sa shumë ka mundsi Allahu xhallahu ala me begatuar të me falë atë. Sikur që kemi thënë të emri Allahu xhallahu ala ti el-Ghafur, dhe të emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala që janë apo aludojnë në falën e Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj sado që të jetë mëkati i madh dhe sado që të jenë në sasi shumë mëkate, megjithatë ty nuk ta mërmendja sa është mirësia e Allahu xhallahu ala për ballteje në këtë drejtim të falës së mëkateve. Madje nuk ka vetëm falja e mëkateve, por sikur do të vijë më unë është dhe mbulesa e mëkateve e shumë të tjera të thotë janë mirësi të vazhdueshme të Allahu xhallahu ala edhe kur ti je mëkatar, e lëre më kur ti je bamirës. Pa mirësia e Allahu xhallahu ala nuk ndalet tek njeriu që bën mirë vetëm, por ajo vazhdon edhe më tutje edhe tek ai që bën vepra të këqija dhe bën vepra të shëmtuara dhe bën mëkate, Allahu xhallahu ala edhe këtë njeri e përfshin në kuadrin e tij, në kuadrin e emrit el-Bar, sikur do ta përmendim më vonë. Ndërsa një nga dietarët e tjerë thotë se emri Allahut el-Bar përfshin disa kuptime. Përfshin butësinë dhe mirësinë e Allahu xhallahu ala ndaj robëve të tij, e cila manifestohet në lehtësimin e adhurimeve. Apo pak më të vështirësuar adhurimi me automatizëm me 10 lehtësime i ki subhanallahu. Dhe në veçantia që ka të bëjë me umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikon një agjerimi për shembull. Çfarë shpëlimi ka? Sot për shembull, nëse e bartim këtë në rrafshin njerëzor. Në qoftë se disa njerëz janë me një punë caktuar dhe paguhen, majm paguhen, apo
Me siguri paguhen për shkak të punës së madhe, përgjegjësisë së madhe që e kanë. Këta nuk munden me lehtësi me marrë ndoshta në një pushim. Nuk munden me lehtësi më nga përësia, nga se po të paguj. E ki rrogën për shembull 2000 euro për një punë, andaj nga njëra veç në smuj tepër e madhe se po ndryshe nuk lën me dalë për aty, se për shkak të paguash për këtë çështje. Me çka ai arsyeton mos pushimin me pagesën e lartë. Dhe ne shumë të agjerimi për shembull. Allahu xhallahu ala sa pagun për agjerim. Sa është problemi i madh agjerimi i madh. Do sa shohim për shembull veç një lëvizje për një vend në vend Allah do të presh aftën. E do të paguaj për sëri aftën. Kjo pika vjen kjo aftën. Që ti do më thot pikë me lëvizje me shku me një vend caktuar. Larg, me shku Ferizaj, me shku në Shkup. Apo kur gjë, je me makinë mirë në rregull, është komplet e prish agjerimin. Edhe ai nuk thot Allahu xhallahu ala, çu shton këtë apo s'ka gale. Kjo është plesimi të Allahu xhallahu presha, o pa të paguaj për agjerim apo. Subhanallahu. Madje sikurse e dim edhe në çështje e namazit, për shembull, njeriu me qenë i lodhur falet ulur apo. Sepse ku është më lart në kom. Po është i lodhur, nuk mund të rënë në veçantinë në namaz nafile, falet ulur apo. Ose për shembull është udhëtar nga 4 rekate, edhe pse në shumë përthimeve tona nuk e vrem ndonjë dallim të madh mes vendit tonë dhe vendit ku jemi apo. Nuk vret dallim i madh. Megjithatë bin sunetet apo gjysta namazit shkurtohet, ti thosh në çfarë punë, çfarë kiameti ton ky lecim apo, për shembull dikush më thonë 8 orë je në punë, edhe paguash më për këtë çështje, mirë po e të ka kap një kollitje, thotë ani punoj gjysore dhe shkapën. 7 orë gjysmë ti je për një kollitje, kush ti je këto punë apo? Allahu xhallahu xhelalu për një udhë pak, disa kilometra që i merr, thotë robiam heqë sunetet, heqin e 2 rekate apo ndaj edhe bashkoj namazet. Çfarë leccimi i madh subhanallahu, ndërsa fundit njëjtë është. Sikurse kur je në shpejtone, sikurse duke fal të plotë kështu më radhë. Kjo mirësi Allahu xhallahu xhelalu. Ose për shembull gjendje caktuara që kalojnë femrat muslimane apo nga mujoret e ndryshme apo, sepse me një aspekt është ngarkesë, mirë, megjithatë mund të përballojnë adhurimet. I ka lecuar Allah xhallahu e ka liru tërësin nga agjerimi, e ka liru tërësin nga namazi, madje kur të kalojnë ato nuk ka nevojë, madje s'ka nuk lejohet kompenzimi tyne i namazeve, po kompenzohet agjerimin nga është njëra në vjet dhe lëmalet është apo. Nëse nuk kompenzon namazet, gjitha këto leccime apo gjitha këto mirësi ta ka lecu e ka përgjysmuar adhurimin e kështu me radhë, ndërsa ka mbet shpëlimi shumë fishuar apo i pacenuar. Madje nga njëra edhe vetëm me njet e paguam besimtarin, ndoshta më tepër se me vetë punën që ai ka pas mundësi me bëu atë. Dhe kjo mirësi ka qenë madhe e reflektuar në mejdan e lehtësimeve është një kuptim i emrit Allahu xhallahu ala el-Barr. Prandaj edhe xhenetlit këtë kanë thonë, inna kunna min qabl nad'una lutim Allahu xhallahu ala. Lutim që ai më na bu ndihmë neve na vikël aja lutje që ne ja bënim Allahu xhallahu ala. Megjithatë ton këto të mira na ka përballë një lutje, përballë një adhurimi, çka na ka Allahu xhallahu ala në xhenet. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai i cili yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah është ai që don t'ua lehtësoj juve, e Allah nuk don asnjë që t'ju ngarkoj juve. Nuk ka mundësi ai që kam në Elber me ngarku njerëz apo. Nuk ka mundësi ai që kam në Elber me mundu njerëzit. Absolutisht, ai që ka këtë emën të plot dhe të strëmbush me mirësitë e shumta, ai vazhdimisht u lehtëson robëve dhe vazhdimisht u ngrit çmimin punëve të tyre për të shpëluar sa më tepër e sa më tepër. Pra gjitha këto mirësitë Allahu xhallahu ala i dab me kuptuese. Allahu na ka krijuar për të na shpëluar. Nuk na ka krijuar Allah për më na dënuar. Mirë, po dënimi ka ardhur si gjendje e jashtëzakonshme e robit. Për shkak se ai ka refuzuar mirësinë e Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj emri Allahu el-Barr, sikur të thënë të tjerë, është një garancë apo për shufishimin e shpëlimeve, për lehtësimet dhe për sinjalin e qartë që vjen nga Allahu xhallahu ala sa ai don me shpëlbyer apo. Ti kur i shikon begatitë shumta që presin në ahiret, edhe në këtë dynjë që i merr njëri, përballë çkahet. Përballë një feje e cila edhe mos ishte xheneti, shumë prej asaj që kanë këtë fe, apo do të ishte e dobishme në këtë botë bëhet apo. Shumë nga ato. Për shembull, një jetë pa zinë, një jetë pa alkool, një jetë pa rënë, një jetë pa mashtrime,
Një jetë me respekt ndërsia, një jetë me bujari, një jetë me lmosh, një jetë me përkraj, një jetë e tillë. Hiç pa xhenet është jetë e mirë në dunjë aftë. Andaj hiç pa qenë shpëlimin në ahiret, ne do të jeshim në të madhe harin fes Allah xhallahu ala veç këtë botë. Dhe ku është ajo që prat, po thuaj se subhanallahu këtë mirësi në dunjë që i marrim nga feja Allah xhallahu ala, po thuaj se ato nuk llogariten. Apo në krahasim ato që ka jep Allah xhallahu në xhenet aftë. Pa xheneti nuk është vazhdimësi e mirave do dunjas. Po dhe këtu janë normale. Nëse realisht je më shpëlimin për këtë fe, kur takohesh nesër me Allahun xhallahu ala. Dhe kjo është lesim që Allah xhallahu ta ka lezuar që me pak të fitosh shumë. Pra ky lesim vjen nga emri Allahut El-Bar. Gjithashtu krahas lesimit dhe largimit të vëzhgis, emri Allahut El-Bar sikur thotë ky doktor është se Allahu xhallahu ala do të thotë fal përkundër mëkateve të mëdha, përkundër krimeve të mëdha, përkundër krimeve të shëmtuara, përkundër asaj që ka bërë, Allahu xhallahu fal atë. Dhe nganjëherë ne kur vëllëruar kur flasim për krimet, ne i vlerësojmë ato në bazë të kuptimeve tona, i vlerësojmë ato në bazë të ose i konsiderojmë të shëmtuara në bazë të, për shembull, ndikimit tek ne, çish më na duket neve, kështu me radhë kriteret e ndryshme që njerëzit i përdorin për ta konsideruar një mëkat shëmtuar apo një vetë të vlerësuar apo. Po nëse disa mëkate i kthejmë në rrafin shariatik dhe i shohim se sa janë shëmtuara tek Allahu xhallahu ala, ti e sheh se sa është e madhe falja Allahu xhallahu ala për ballsaftë. A kuptove? Për shembull, nëse njëri merr argumentet e zinas dhe lezon atë, ose për kamat, ose kurse kemi folur në raste, e shikon se çfarë mënyre të shëmtuar e ka konstruar shariati, thosh subhanallahu që njëri që një herë ka bërë këtë punë, çish ka mundësi këtij më afal. Për ballë ton kësaj. Apo e lëre më dikush që ka kaluar jetë me këtë ose matë me këtë gjëna, apo edhe përsëri me një vendim të guximshëm se nuk do të bëj më harrohet të raptën. Këtë veç dikush që shumë bamirës, El-Bar e bën këtë falë kaq të madhe, këtë falë kolektive, të përgjithshme për këtë që ka bënë njëri. Andaj kjo është një kuptim i emrit të Allahut Azza wa Jall, El-Bar. Gjithashtu nga kuptimet e emrit të Allahut El-Bar është ato sikurse kanë thënë disa dietar më herët, thashë edhe ky dietar e ka përmend se për një të keqe apo Allahu xhallahu ala shkruan një të keqe, ndërsa për një të mirë nga 10 deri në 700. Shufishimi i shpëlimit për ballë të mira është gjithashtu reflektimi i emrit të Allahu xhallahu ala El-Bar. Prandaj Allahu xhallahu ala është bamirës në qenë e tij, është bamirës në veprat e tij, është bamirës në fjalët e tij. Allahu xhallahu ala u ka bërë mirë krijesat e tij edhe me udhëzimin që u ka dërguar, edhe me pejgamberin që u ka dërguar, edhe me begatitë e përshtatshme që Allahu ju jep, gjitha këto manifestohet bamirësia e Allahu xhallahu ala ndaj krijesave të tij apo. Ndërsa sa i përket gjurmëve apo ndikimit të këtij në jetën e përgjithshme të njeriu, këto janë shumëta që nuk mund të llogariten, ka se kanë bëjmë me një emër i cili përfshin në vetën e tij begatitë e shumëta dhe mirësitë e Allahut të panumërta, të cilat vetë Allahu ka thonë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju do të tentoni me numëru begatitë e Allahut, nuk keni mundësi me numëruar. Le të tenton dikush pinëve për shembull me numëru veç mirësitë e Allahut ndaj tij që ka mundsuar me fal namazin atë. As të begatitë që veç të më numëruar. Nuk mundesh atë kur. Nuk mundesh kur. Olo dhe numëroj mirësitë për shembull e ndonjë nga begatia që Allahu të ka. Veç atë një begati nuk ki mundsi këtë mirësitë me përmend ato. E çka të thosim për sasinë e begative të shumta që as ne nuk e dim se sa begati zot mirë Allahu xhallahu na i ka dhënë ato. Andaj ndikimi i këtij jam tek ne është shumë dimensional ato. I gjerë, por do të mundon disa me i përmbledh që të ketë një inshallah një ndikim pozitiv të ndryshimit tonë raport me Allahun xhallahu ala. Padyshim se sa më tepër njihemi me mirësitë e Allahut xhallahu ala, do të dojmë Allahun më tepër atë. Do dojmë Allahun më tepër. Prandaj lëndëruar këta emra që thënë kanë fillim, që përsëriten në kuadër të një kuptimi të përgjithshëm, por që kanë veçoritë e veta, që flasin për bamirësinë e Allahut xhallahu ala. Prandaj se duhet tek ne të instalojnë një dashuri automatike ndaj Allahut xhallahu ala. Se nuk e cënon asgjë në kësaj bote.
Jo që, për shembull, për me mendu mirë për Allahun xhallahu ala, do të mundon me menu pse menu mirë për ta. Ne kemi nevojë me aktivizu mendimin e mirë, nga nuk është aktiv vazhdimisht. Kena nevojë me aktivizu dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala, nga nuk është aktive gjithmonë atë. Ajo ekziston mëna, por nuk është aktive, nga se nganjëherë e fikin goditjet e caktuara në jetën e kësaj bote atë. Prandaj edhe ky emri Allahu xhallahu ala, sa ma thell e ngulitim zemrën tonë, sa ma thell lëshon rën zemrën tonë, aq ma origjinale dhe aq ma stabile dhe dashuria ndaj Allahut te barekuhu te ala. Pra sikur se është transmetuar një thënie se Allahu xhallahu ala i ka thonë Davudit alayhis salam, o Davud, folu njerëzve për të mirat e mia ndaj tyre, nga sa ata i kam kriju ta dojnë atë që i bën mirë e ta urren atë që i bën keq apo. Andaj folu njerëzve sa mirë ka bëu Allahu xhallahu ala. Kjo është mirësi, këtë mirësi. Dhe kjo është një aspekt i ngulitjes së imanit në zemrat e njerëzve, që përmes saj njerëzit ta dojnë Allahun xhallahu ala dhe si pasojë kësaj dashurie ta adhurojnë Allahun te barekuhu te ala. Teta që duhet ta kuptojmë ndëruar është se Allahu xhallahu xhelalu, sikur se ka më herët ato. Mirësitë e Allahut xhallahu xhelalu që derdhen prej tij, që vijnë të vazhdueshme, nuk janë të kufizuar në kategori të caktuar njerëzve. Mirë po, janë të shtrirë tek të gjitha krijesat e Allahut azza wa jalla. Kur njëri mediton në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo botë nuk vlen tek Allahu xhallahu ala as një krahmize, nga se po të vlen të aq, nuk do të i mundsoj pabesimtarit të pente dhe të ushqehet nga kjo botë. Ne shohim se për shembull në këtë botë sa ka mirësi shumë që Allahu xhallahu ala u ka mësuar krijesat. Para mendo subhanallahu, wallahi, një njeri i cili kur Allahun se përmend, kur bismillah nuk thot, kur elhamdulillah nuk thot. Madje nuk e ndin Allahun si bëmirs, absolutisht. Nga se gjitha këtu i ndin nga vetja e tij që i ka. Aja është i ka bo, unë i kom bo, unë i më i mëshme, për shkak se mi di shumë kom fitu, për shkak se mi fort i kom bo. Dhe gjithë ky rebelim i madh dhe kjo poshtërsi e skajshme, me gjithë këtë nuk provokohet bëmirësia Allahu xhallahu ala ti përvardon të dërmi të bëmirësia. Apo e tash, nëse çka përfiton nga kjo, sa përfiton ai i cili fillon me bismillah dhe elhamdulillah, thotë këtë është për Allahu xhallahu ala. Në nuk mundë në paramenu vëllaj, sa mirë Allahu në bën, por e sa mirë do të në bën Allahu xhallahu ala në takime të që se vazhdojmë në rrugën e tij. Dhe kjo jep një lloj optimizmi, shpresë të vazhdueshme robët të Allahu xhallahu edhe ngushëllim të vazhdueshëm për çdo gjë që i mungon këtë dunjë. Për çdo gjë që i mungon këtë dunjë. Para nga njëra për shembull ndodh, vëllai rebelimi i njerëzve është i pa imagjinueshëm nga njëra. Unë e kuptoj që njeriu për shembull, ta lënë një obligim dhe Allahu xhallahu ala si pasojë ndonjë neglizhence. Po inshallah kam dëshirë me po që din kjo e ka një farë. Mirë, po për shembull. Një njeri që thotë kështu. Djali i thotë se Allah e ka bërë këtë punë haram. Baba thotë na duhet me baba. Apo kjo ka ndodhur. Që para do ditë një problem me një musliman ishte kështu. Baba i ka thonë se duhet me bëu këtë punë, djali ka thonë është haram. Ka unë te Allah në nga mua. Nuk e mohon se Allahu xhallahu ala ka thonë këtë punë. Unë e pedi që ti po Allah ka thonë. E tash kanë do të më ngumua Allahun. Kanë Allahun. Çuditet baba thotë çështja më shumë don Allahun se mua. Subhanallahu. Edhe jeton me këto shkel dikom han pen normal vazhdo me tutë jetën. Subhanallahu. Çka është elber? Apo çka është elber? Çifti çtinjeri apo jep ushqimin e pijen e oksigjenin, edhe nesër më thonë Allah më fal, Allahu xhallahu ala e haron çka ka bëu. Në smunën këtë me paramenua. Kjo vjen nga mirësia e madhe Allahu xhallahu xhelalu. Elber. Andaj në mirësinë e Allahu xhallahu ala të gjithë njerëzit kanë vend, të gjitha krijesat kanë vend apo. E tash kur ky njeri ka vend të mirësia e Allahu xhallahu ala, ata kjo nuk e shton një fallë disponimi dhe optimizëm se na inshallah kena pak më shumë vend se ky njeri i cili na veç kur ti imagjinojmë çka ka thonë ky rënqethemi lëre më tim sikur sa ato. Prandaj kiamet e Allahu xhallahu ala thash na shton optimizmin.
na shton mendimin e mirë për Allah xhallahu ala, na shton vullnet në ambicin që të vazhdojmë në matutje në rrugën e Allah xhallahu, nga se nëse të këtillve Allahu bën mirë. Në këtë dunja, apo atëra ne që e kërkojmë edhe botën tjetër, padyshim se nuk do të mungojmë mirësitë e Allah xhallahu. Dobia e dytë apo ndikimi i dytë i këtij emri është një realitet që e pranon Ibn Qayyim rahimullah kur flet për tauben, edhe kur flet për mëkatet. E përmend ndikimin e emrit të Allahut El-Barr tek mëkatari. Tek një kategori të caktuar njerëzish apo. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, min birrihi bi ibadihi. Tash birr e kuptuam, El-Barr është ai që e bën mirësinë. El-Birr është mirësia. Thotë Allah xhallahu nga mirësia e Allahut ndaj robëve që i bën mëkate është afatizimi i tij, imhaluhu, i jap afat, nuk e merr më një herë apo. Edhe thot i ata'uhu al-fursata ba'da al-fursa li-tauba. Nga mirësia e Allahu xhallahu ndaj robëve të tij është dhënia e mundësisë pas mundësisë për të penduar. E jap një mundësi për të penduar, robi nuk e shfrytëzon atë. O pata që një mundësi tjetër apo. O pat nuk e shfrytëzon. O pata që një mundësi tjetër. Do të dikush për neve është shpendu mas 50 mundësive që Allah e ka dërguar. Mas ndoshta 200 mundësive, se ka pas mundësi 200 herë u pendu se penduar. Mundësia ka ekzistuar. Shansa ka ardhur. Ka pas mundësi dhe Allah xhallahu ala ja ka ripërsërit mundësinë. Si pasojë e shkafit emri i El-Barr. Andaj dikush mund për shembull 2 herë me dia mundësi me kërku falë. Dhe kjo është bujari. Apo mirë po. Aja që është për te kësaj mirësia e shtuar është që mos të ketë kufi numerikisht shansë dhe mundësi që t'ja për të pendu, për të reguar se krejt që ka mund më ndërse në raport me ty është ti me kërku falje, jo me dënuapën. E pse ke bo me dënuapën. Prandaj, njohje e kësaj, pa dyshim se besimtarit i jep një fuqit pësaqme, në dashurin dhe Allahut, në pendim, këthim të kaj e kështë më radhë. Andaj thët, Ibn Qayyim rahimullah, i jep mundësi pas mundësie për të penduar, edhe pse Allahu xhallahu ala ma qudratihi ka fuqi që ta dënon në çdo kohë, në çdo vend, pa i dhënë përgjegjësi askujt për këtë dënim apo. Që Allahu xhallahu tash e myt një njeri apo. Për shkak gjunave. A ja raport diku pse ka myt? Ose e merr leje dikujt për me myt? Jo vallahi. Andaj subhanallahu shikoj këtë fuqi absolute dhe këtë pavarësi absolute me këtë bamirësi të paskajshme. Ky është Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, o minha edhe prej dobive të mëkatit. Qase Ibn Qayyim përmend një varg dobish të gjunait. Pse Allahu ta ka mësuar me gjunat jo? Nuk ka veç ashtu. Kur të pendohesh me një gjunaj, duhesh me mendua edhe vetë gjunajin, për me nxirr dobi, pse më la me rënë gjunaj. Nuk ka bash rasti pse më la çto. Pse më mboni me rënë pse? Ka do dobi aty apo, që ka bërë një varg dobish me Qayyim. Thot minha, për dobive është apo ta paramendosh mirësinë e Allahu xhalla mbulesa apo. Qysh të mlejke, ti bëj shajt mlejke. Ti u çplesh shkelëm apo mbulesës ai të mlejke. Gjithmonë duket mlu që mos dukesh para njerëzve në formën e mëkatit që e ke bërë atë. Dhe kjo është bamirësia e Allahu xhallahu ndaj robëve të tij. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim rahimahullah ma kamali ru'yatihi. Subhanallah, të ka mbuluar tërësisht edhe pse të ka pa tërësisht. Apo të sheh komplet çka i të bo, edhe komplet çka i të bo, komplet mlan atë. Kjo është mirësia e Allahu xhallahu ala. Prandaj ka mundësi të dikush diçka e shetë bu keq, nuk është e tjera apo edhe thësh për çka aq po të mlej atë. Se më pa ditë të tjera kur s'e kishim lu, as e kishim fal kur, apo po ti për çka sot din, ndërsa i bëjmë Allah këtë na din çka kanë bu, edhe pse kanë bu, apo edhe sa poshtë çka kanë bu, apo ti mleja komplet atë. Subhanallahu, kjo është mirësia e Allahu xhallahu ala. Thot min birrihi, kjo vjen nga emri i tij El-Barr. Nga emri i tij El-Barr vjen kjo mbulesë e vazhdueshme edhe pse komplet e dim se ki bo, qka të ka shtu me burë, edhe qka tjera ki bo, që si din askush, me që thot, Allahu xhallahu ala është ai që të mbulon ato. Pastaj thot, walau sha'a la fadahahu baina khalqihi, edhe po donte Allahu xhallahu ala, do ta poshtnonte para krijesave, që askush mos rrinte me ta.
Samiriu kur e ka ndërtu viqin që e ka adhuruar Bani Israilit. A dini me çka ka dënuar Allahu xhallahu në këtë botë? I ka thënë Musa, apëton këtë dunja, apëton. An taqula la misas. Çka është la misas? Subhanallah, Allahu xhallahu xhelaluhu e ka bërë Samiriun me, do të thotë që tjetë një personalitet, një njeri që kur do që i afrohet, largohet për tjepë. As kush për njerëzve nuk ka mundësi, la misas, mos më afra, mos më prek. Apo në gjeshmëri e skajshme, kur së nërë me të, dhe po dërset njerëz, ajë nuk e bana. Ka kryu në vetën e ti një lloj vetmije, të brendshme, apo që nuk e duron kërken apëtën. Paruna, qëfar subhana vetmije shpirtnore e brendshme, që Allahu xhallahu ka bërë që tjetë të nevritën për ti, edhe të nevritën për njerëz, që të një vetmuar vazhdimisht, në hijen e mëkatet të madh që ai ka bërë apëtën. Prandaj Allahu xhallahu ora veç kaq mund të jetë me dënuar. Ose sikur se ka dënuar një popull prej popujve të mëhershëm nga Bani Israilit, ku Allahu xhallahu ora u ka përzit gjuhët ato. Një gjuhë sabah s'ka ditë më marrë rresh njëri me të tjetrin. Ja ka përzit gjuhën. Ky flet kinezisht, ai flet japonisht, ti flet francezisht, kur kush din çfarë thon kur kush thon. As ka për thys. Apo a ka mundsi Allahu xhallahu ora përzit gjuhët? Allah po jo përzit gjuhët. S'mirë vesh. E ka hera edhe kur e flas një të gjuhë pas mirë më vesh, apo një të gjuhë pas mirë më vesh. Dhe kjo është pasojë e kësaj me treguese, me dal me ta pështill apo. E sare që e bëj gjuna, edhe pa të marrësh me tjetrin apo. Kjo është mirëri. Kjo është mirësia Allahu xhallahu ala. Ana shikoj sa mënyra të shumta ka për tu hakmir Allahu ndaj tij, për gjuna që ka bëu dhe nuk e bën kët. E që ne vas na shkon mend, atë ka shkuar mend në herë se ki mund si mu qun sabah edhe kush të afrohet me nditë se po të smun. Si pasojë gjunat. S'ka shku mene për këtë çështje. Ose na ka shku mene nëse kena mundësi mu qunë sabah edhe me i gjetë gjuhët e përzira. Kush me kanë së mirë të vesh. As këtë se kena paramendu. E sa ka të tjera nga format e dënimit e hakmarës Allah xhallahu ala, dhe sa as nuk mund t'i paramendojmë e që mund të ndodhin, por që ato evitojnë në rëndësisht nga ne për shkak të emrit të Allah xhallahu ala al-Barr. Kjo është mirësia Allah xhallahu ala vazhdueshme. Pastaj si ka përrejnë për Kaim rahimullah se nga mirësia Allah xhallahu për balë mëkatarit, që ti e këndi vetën tonë është, pranimi i arsyetimit edhe pse s'është absolutisht i arsyeshëm. Ti kur e bën një mëkat para dikujt, apo fuqia e arsyetimit e bid me ta fal. Apo për shembull jam habit për shkak që soi komunu që to që shtove. E çka i thosh Allahu xhallahu për do punë që kur for arsye s'ke pas hiç, hiç, absolutisht. Fara se kur s'ke pas arsye. Edhe pat Allahu xhallahu e pranon edhe pse s'ka arsye. Kjo pika vjen kjo. Vjen nga me fjalber, nga mirësia Allahu xhallahu ala për ballti njeriu ta për. Gjithashtu nga mirësia Allahu xhallahu nga birri i tij, nga respektimi i emrit i Elber në raport me krijesat e tij mëkatar që gjithë jemi nga ata është do të thotë mirësia e madhe në falje, nga se një mëkat veç do të ishte i mjaftueshëm me gjunë xhenem apo. Një mëkat do të ishte i mjaftueshëm me gjunë xhenem apo. Për shkak se edhe mos me bëu Allahut kur mëkat, veç mungesa e falëndrimit për ballë begative është e mjaftueshme me gjunë xhenem apo. Po të na trajtonte me drejtsinë e tij apo. Andaj shikoj sa është e madhe mirësia Allahu xhallahu ala i cili krahas begative të shumta këtë dunja që na jep, o pet na nxitën ajo është për xhenet apo. E çka kena na pe veprave që meritojmë me mendu për xhenetin, ndërsa ditë për ditë shpenzojmë begati. Edhe këtu paguhen apo. Kjo është nga berri. Kjo është nga ai që është elber, nga ai që është bamirës, nga ai që Allahu xhallahu xhelalu vazhdimisht i josh rrobat e tij që të pendohen dhe të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu nga reflektimi i këtij emri në jetën e përditshme është që Allahu xhallahu xhelalu përse është elber, atëherë premtimi i tij gjithmonë zbatohet apo. Nëse nëse tërë kjo mirësi derdh mbi neve, pa premtim, pa marrëveshje, çfarë të mendon për ato që të ka premtuar, çu të jap ato? Shikoj subhanallahu sa e përsosur është begatia e Allahut ndaj neve, edhe pse nuk ka premtim.
A ka bo Allah xhallahu ala me dikën për një marrëveshje para se me kriju? Do ta pish ujin me këtë kvalitet, apo do ta thësh këtë oksigjen me këtë kvalitet, këtë ushqim me këtë kvalitet, kime pas këtë marrëveshje për sigurisht çdo kun. Do me shku dikun në hotel, do me shku dikun në një vend, kërkon cilësinë e shërbimeve. Çu shërben jo thon. Më thonë, na pej gjamit atje, 10 kat ta gjym tenxherën tokë. Duhet me prit tim kur vjen vogël drejtë. S'ka në vllatje. Apo ose thot na shërbim, apo domethën me jena tipun Luana, ata afrohen edhe të shërbim atje. Shërbim ti të mërshëm valla. Me kuptu paguajs se sa ndikosh ti nga mënyra e shërbimit, nga cilësia e shërbimeve për të pranuar shku dikun. Allah na ka thënë këtë dunja që vendbanimi jon, apo ti me një hotel 2 ditë nuk shkon më natë, nëse shërbimi nuk ka nivel atë. Apo nuk shkon. Nuk janë çështje e pastruar, shërbimi është katastrofal, nuk shkon. Edhe fal me çun do hotel nuk shkon dikur. Nëse Allah po sin këtë vendbanim, që jo në një ditë 2 ditë, por rën me vite të tëra, dhe këtu bën jetë dhe nuk bën marrëveshje me ty absolutisht, nuk të vetë bela. Çfarë cilësie të ujit pije ty apo? Çu takon aty ujit? Apo s'vet Allah. Të ka pru këtu dhe të ka përshtat në kusht të kësaj bote apo. Dhe sa mirë po duket, marrum të ngat masaj, sa mirë po na duket apo. Apo marrum të vrapu masaj. Krejt jam të lëm për shkak kësaj. Sa mirë po na duket. Edhe pse s'na ka premtuar si na marr vesh, po na del mirë apo. E çfarë të mëron për to që jena marr vesh me to? Çfarë të mërmenja për zbatimin e atij premtimi që ai na ka dhënë? E atë sa mirë do të jetë për atë. Prandaj banorët e xhenetit do të falënderojmë Allahun xhelalu për gjithë ato mira që u ka dhënë. Mirë po. Falëndimi i parë që do t'ja bën banorët e xhenetit Allahu xhelalu ala sikur se ka në surën Zumar në 74 është Elhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da. Falëndrimi qoftë Allahut i cili na e vërtetoi premtimin e tij ndaj neve. Po, na e ka vërtetuar premtimin e tij ndaj neve. Prandaj emri Allahut el-Barr është një garancë shtojës, e pse thash nuk ka nevojë premtimi Allahut për garanca. Nuk ka nevojë premtimi Allahu xhallahu ala për siguri, nuk ka nevojë. Por megjithatë, shikoje, nga mirësia e tij ndaj teje, të garanton subhanallahu. Shikoj të garantoj me emën, të garantoj me fjalët mia, me këtë garantoj se aja që ta komprenu komë të adhonë, subhanallah. Edhe pesë që nga të bindën që shduhet atë. Subhanallah. Pra dikush, vëllaj kjo, në këtë dunja është turp njëri kështu me vepru apën, lemo para Allah të azogjen apën. Dikush me tonë, me jap një 100 euro barq, ti këthejmë as 2 ditë apën. Apo, thot që po të adho familjen peng, shpin peng, kjerën peng, o, do s'ki nevoj, vëllaj ti këthej, që në të rëftimi, që pasoshi. Apo, a dëmon, e ki shak, o, do s'ki nevoj, s'ka nevoj, mos më ngushton me këtë punë, apo kej që kam, që, pa 100 euro. Allah gjele po t'jep që argumentet, që kjo, që Kurani, po t'a qej pejgamberin tem, pe meje, me mësime, po t'kallëzej, po t'premtaj, se në qëfë se më gënë kom me talon që ta. Jo që kaq, po dhe kam dhe emnat e mi garancë për këtë punë, e kam këtë emën, po t'garantaj, subhana, kujt për garantaj neve, kush jene Allah me në garantu Allah për të punë? Allah në si me që kërkush eq, por shikoj e dashurin Allah në darabëve tia për. Dhe mas këtë saj, këtë në garancëve, o për të rëbesilit po thuj se ka, nashta ka, çka lip kë njëri ato? Ai premton se e kom kriju, është i gatshëm. Të garantoj se emri jam është el-Barr. Hiç pa marr vesh me ty që so mirë të kumbo. E çka të mënon për ato çka ju marr vesh me ty të kom premtuar? Sa është e mirë ajo? Sa do të mëkon ti i bindur në kërkimin e asaj. Dhe megjithatë sillemi përballë xhenetit, po thuaj se është po hala mirë. Andaj kush e një Allahu xhallahu ala wallahi e shet xhenetin sa bëj kështu me sy të vet. E shë këtë mërzi, nga se po perde që është para syve, është veç për syja e perde. Por zemra s'ka perde. Kjo zemër, sa ma e fuqishme që është, dhe sa ma te për banan të njoj Allah Gjellewala, vëllaj aq ma qatë ishe premtimit Allah Gjellewala. E lexon premtimin Allah në Kur'an për xhenet, edhe e shaj me sytë e zemrës, e shaj para vetes ti. Jo shet. Ma dirë në atë mos se ka qenë si nadër apo edhe erën e nin apo. Prandaj kjo është nga ana e Allah xhallahu ala el-Barr. Do të thotë ka edhe ndikime tjera që do t'i lejmë për pjesën e dytë, me kaq po i dhu fund se pjesa Allah xhallahu ala mundsof që të ushqejnë zemrat tona me njohjen e Allah xhallahu ala, të përfitojmë nga mirësia e Allahut në dunja dhe në ahiret. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.